Agjencia për Ushqim dhe Veterinari ka informuar se gjatë javës së kaluar dhe kësaj jave janë realizuar gjithsej 154 inspektime të jashtëzakonshme në depo dhe frigorifer ushqimor, nga ku janë konstatuar parregullsi te 41 operator. Për këtë, ata thonë se janë shqiptuar 15 gjoba me të holla dhe janë asgjësuar 10 kilogram ushqim të pasigurta. Nga agjencia sqaruan se në 7 nga operatorët e kontrolluar janë konstatuar kushte jo të kënaqshme higjienike, ndërsa te 2 operatorë produktet nuk kanë qenë të etiketuara në gjuhën maqedonase. Po ashtu potencojnë se edhe te 8 operator të tjerë ushqimor është konstatuar se punonjësit nuk kishin libreza sanitare. Përkatësisht janë kapur pa kontroll të detyrueshëm shëndetësor. Në një nga operatorët ku është kryer kontrolli, ata kanë konstatuar se po kryhej ripaketimi pa ligjshëm i produkteve me origjinë shtazore. Përveç kësaj, shërbimet inspektuese të Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari javën e kaluar në Shkup gjatë një kontrolli të jashtëzakonshëm mbyllën një punëtori ilegale për prodhimin e produkteve të mishit.